shqiptar. Faleminderit që na bën të ndjejmë që gjaku që kemi në këto vera shqiptar. Na dhanë një mision, na dhanë një detyrë dhe ne përmbushëm. Ja ku jemi. Prandaj, le të mos i çojmë dot të gjitha këto mundime, të gjitha këto sakrifica, të gjitha këto ditë që kemi qëndruar të bashkuar dhe le të qëndrojmë akoma, pa dallim feje, pa dallim krajine, të gjithë të bashkuar dhe të ndjekim këtë qeveri, e cila ka vjedhur të popull. Le të krijojmë një qeveri teknike tonën dhe më pas të kemi sjelljet e para të lira në Shqipëri, që të mos të jemi në shtet i lirë dhe sovran. Ju dua të gjithëve. Faleminderit që na bëni të ndjemi krenar që jemi shqiptar. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Faleminderit. Atëherë diaspora nga Franca ka zbritur në shesh. Të dashur qytetar, unë vi nga diaspora, jam në Pandar nga Tropaja. Oj Shqipëri, mari Shqipëri, kur t'ka shqit me kryeni, Edi Rama me shoqni. O Erjan, o Legen, prite Edin se po vjen. O Erjan, o Legen, prite Edin se po vjen. O Erjan, o Legen, prite Edin se po vjen. O Erjan, o Legen, prite Edin se po vjen. Prite Rama se po vjen.
Dizini pak plicat e telefonave që të na numërojnë më mirë ata që nuk ju punon algoritmi, se ne na punon për vete. Edhe bëni sa më shumë foto dhe video, ta mbysim akoma më shumë algoritmi. Ktheheni pa kokën, ktheheni sa jeni. Tani kryeministri sot e qytet pa qartë se çfarë është Shqipëria e re, na i tregoni tha çfarë është Shqipëria e re. Shqipëria e re është Shqipëria normale që klasa politike nuk arriti që ta jepte ne për 35 vjet. Nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Është një Shqipëri normale ku në spital ka ilaçe. Në Shqipërinë e re, që është një Shqipëri normale, nxënësit shkojnë në shkollë dhe mësojnë, e nuk vriten te obori shkollës me fika. Në Shqipërinë e re, që është Shqipëria normale, që ne kërkojmë rrugët ndërtohen dhe ekzistojnë aty për breza me radhë, siç kanë ekzistuar rrugët e romakëve që ne i përdorim edhe sot, dhe nuk shëmben pas një jave. Në Shqipërinë e re, nuk ke frikë të dalësh nga shtëpia se mos po të vret ndonjë plumë qorri bandave që luftojnë me njëra tjetrën, apo nuk ke frikë të ecësh në rrugë se një kriminal me një makinë të shtrenjtë që nuk e arreston policia vjen e të përplasë e të merr jetën. Në Shqipërinë e re, që është Shqipëria normale, kriminalet e kanë vendin në burg edhe jo në parlament. Në Shqipërinë e re, që është Shqipëria normale, një çift i ri ja del që me punë të ndershme të blejë një shtëpi dhe të jetojë me dinjitet, sepse nuk është luks që të blesh një shtëpi siç është në Shqipërinë e këtyre. Prandaj ne duam një Shqipëri të re. Çfarë duam ne? Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Mos i fikni plicat, bëni foto dhe video që mos të bjerë algoritmi, se aty e kishte frikën dhe algoritmi. Atëherë, një njoftim tjetër, policia, ajo pjesa që varet nga politiqenit, nga oligarkia, nga mafia, se kemi dy lloj polic të lirë dhe me integritet dhe polic që paguhen nga mafia dhe nga oligarkia. Kanë bllokuar autostradën për mos lejuar njerëzit nga qytetet e tjera për të ardhur në Tiranë. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Përshëndetje të gjithëve. Kërkoj ndjes për emocionet. I liri nga Durrësi, i ikur ose i larguar që nga Lot të Ishi, pjesëmarrës në lëvizjet e studentëve, pjesëmarrës të ulljen e bustit, pjesëmarrë ulljen e bustit të Durrës, po si shta një para meje